Banorët e fshatit Luz të Fushkrujës kanë dalë për disa herë në protestë për rrugën. Mëngjesin e sotëm, ata bllokuan përsëri rrugën për rreth 1 orë, duke mos lejuar trale dhe mjete tjera të kalonin në këtë aks rrugor. Ata u shprehen se edhe pse është disa herë që protestojnë, asnjë reagim nuk ka patur nga ana strukturave shtetërore për këtë çështje. Ditën e sotëm banorët organizuan firmosin një peticioni ku kërkojnë informacion se kujt i përket kjo rrugë, se kur do të fillojë rekonstruksioni i saj. Kemi sot me banorët e Luzit për protestën e radhës, është bllokuar rruga dhe për këtë arsye ditën e sotme banorët e Luzit kanë vendosur të nënshkruajnë një peticion. Është një peticion i cili është punuar nga avokat dhe inxhinier rrugësh. Baza ligjore e tij është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa Evropiane për Drejtat e Njerëzit, legjislacioni shqiptar, Eurokodi, direktivat e 2008-s, po ashtu edhe shumë konventa tjera. Kemi marrë vesh që kjo rrugë është rrugë e tipit D. Dhe pa diskutim ne kërkojmë menjëherë paktën 4 gjëra. Së pari, kjo rrugë nuk është projektuar për një fluks industrial prej 2000 trailerësh në ditë, sa që kalojnë këtu, sepse i gjithë ndërtimi i Shqipërisë kalon në këtë rrugë dhe banorët e kësaj zone e vujnë. Së dyti, struktura aktuale nuk përputhet me kërkesat teknike për këtë nivel ngarkese. Së treti, vazhdimi i këtij përdorimi krijon rrezik të drejtë për drejtë për jetën, shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve. Djathtë tasmeja shkolla, këtu kalojnë fëmijë çdo ditë. Ke dum rrugë, u ka bërë rruga për çut zotit. Nuk ai ke pa makinat. Kemi mall me çum servis. Kina bërë disa herë ankesë për me shtru, këta nuk pyesin fare. Këta na kanë lënë mazdore. Se çfarë halli kanë këta nuk di gjë. Ne do në rrugat të rregullohet sikur ka qenë më përpara. Tu do të bllokojmë rrugën ndërsa të vdesim. U bë disa herë që ju dilni. Po, kalamajt e shkollës këtu nuk kanë ku kalojnë. As ke kopshte, as në shtëpi, as kërkuni në botë. I parlejmërem që kena për ta bllokuar në ratë natën. Voj 6 herë që ne dalim, përgjigje pas nuk më marrin fare. Protestat do vazhdojnë derisa të marrin një përgjigje. Ata shprehen se do të vijojnë protestat dhe bashkë me ta do dalin dhe fëmijët e shkollës.